Përshëndetje, mirë se keni ardhur në episodin e radhës të podcastit Gratë në Uniform. Sot kemi një tjetër histori frymëzuese. Kemi së bashku me ne Adisa Duka, kryekomisare në drejtorinë antiterrorit në Policinë e Shtetit dhe gjithashtu drejtuese e shoqatës Gratë në Polici. Përshëndetje. Përshëndetje, Luton. Juve mbani një eksperiencë prej 20 vitesh tashmë në polici dhe keni nisur që nga akademia karrierën tuaj. Si e zgjodhët këtë rrugëtim? Zgjedhja ime Akademinë e Policisë nuk është në fakt një histori shumë frymëzuese, si për shembull e trashëguar nga gjyshrit apo prindrit, ka qenë një rastësi. Një javë para se të aplikoja për në universitet, një mik i familjes më thotë që pse nuk konkuron edhe në Akademinë e Policisë, sepse me disa provime shtesë mund të marrësh dhe juridikun. Unë kam qenë sportiste, kam luajtur volejboll deri në gjimnaz, para se të shkoja në universitet. Dhe mund të kapja normat fizike që ishin më sfidueset për të konkuruar në Akademinë e Policisë. Megjithatë, prap ishte thjesht një universitet, vazhdimsi, jo pasion. Megjithatë, kur shikoj mbrapa në kohë, sot kuptoj që vendimet më të rëndësishme ndoshta nuk janë ato që planifikojmë, por ato që na vinë si rastësi, sepse policia sot për mua ka qenë baza dhe struktura mbi atë çfarë kanë qenë vitet mbas akademisë. A ju erdhi pasioni për profesionin gjatë akademisë dhe në punë në karrierë? Sigurisht, sepse pasioni është investim dhe ti mëson që të investosh në veten tënde, por edhe në profesionin që mban. Kështu që patjetër që po. Në fakt unë në vitin 2011 jam larguar nga Policia e Shtetit dhe ai pasion më riktheu prapë mbas 4 vitesh. Kështu që po. Shumë bukur, kemi dhe histori rikthimi. Pra, një karrierë në polici ja u lejon dhe një periudhë shkëputjeje? Po, e lejon. Okej, shumë informacion i vyer. Si kanë qenë fillimet tuaja në polici? Domethënë, si ka qenë një ditë pune për një vajzë të re në polici, një ditë e zakonshme? Nëse i rikthehesh ditës së parë, e kujtoj si sot. Mendoj pyetjet janë si në çdo në emrimin në çdo profesion tjetër në fakt. Nëse do mundem ta bëj mirë, nëse do jem me aft, nëse do më mirëpresin, do gjej një ambient ku do më duan, do më ndihmojnë. Këto kanë qenë pyetjet e para, pa menduar në vizion se çfarë është policia dhe vështirësitë e tjera. Në fakt do ta konsideroja veten me shumë fat, sepse ai viti i parë i karrierës time ka qenë me kolegë të jashtëzakonshëm që më kanë ndihmuar shumë dhe mendoj edhe sot që bazat për një karrierë të suksesshme vijnë edhe nga ata kolegët të cilët të japin një dorë dhe të ndihmojnë në vitin e parë të punës. Kështu që kjo ka qenë më e rëndësishmja, ajo çfarë mund të marr unë nga përshtypja e ditëve të para. Pra me sa po kuptoj, duke qenë se në radhët e uniformave përgjithsisht shumica e të punësuarve janë meshkuj, juve keni patur mbështetje edhe nga kolegët burra. Si është në përgjithësi ambienti, duke qenë se shpeshherë konsiderohen si profesione për burra, apo ka dhe paragjykime nga vetë komuniteti, nga qytetarët, të paktën në kulturën tonë, si ka qenë kjo pjesë dhe kjo përballje për ju? Mikpritja në rastin tim ka qenë shumë e mirë, por nuk do ta përgjithësoja dhe të them që është e njëjta gjë në të gjitha komisariatet. Për shembull, në momentin që ne jemi emëruar nga viti jon shkollor, ka pas edhe
një shoqja ime u emërua në komisariatin 2 dhe do thosha që ajo tregonte që nuk ishte e njëjta situatë si në komisariatin tim. Për shembull, nuk ka gjetur mbështetjen siç gjeta unë te kolegët e mi. Përgjithsisht mendoj që ka mbështetje, sepse janë ato fazat e para dhe askush nuk do që të bëj punën tënde, nëse ti nuk e mëson siç duhet, do duhet ta bëj dikush tjetër. Kështu që prirja është që të ndihmojnë, që të bëhet puna e përbashkët, të bëhet sa më mirë. Pastaj duke avancuar në karrierë, do thosha që jo gjithmonë e gjen mbështetjen apo njerëz që të ndihmojnë. Mund të ketë dhe xhelozira. Mund të ketë edhe faktorë të tjerë që mund të ndikojnë për të mos pasur atë ambientin apo mbështetjen. Po, kur vendosët që të vazhdonit akademinë, si ishte reagimi i familjarëve, i miqve, i rrethit të ngushtë? Ishte një periudhë shumë e shkurtër në fakt, edhe babai im ka qenë sportist. Ka luajtur futboll gjithë jetën, edhe trajner futbolli në Peshkopi. Dhe nuk, edhe pse nuk kishin background ushtaraku, nuk më refuzoi, le të themi. Ai është gjithmonë më ka shtyrë që të bëj më të mirën për veten time, të provoj gjëra të reja. Ai në fakt ka insistuar që unë të luaj volejboll që në moshë të vogël, edhe pse unë në fillimet e mia nuk e kam dashur. Pastaj ka qenë shumë shpërblyese edhe sot vazhdoj luaj volejboll. Është një tjetër pasion i imi, nuk kanë qenë kundërshtues, fatmirësisht. Unë mora vesh pak më parë që ju edhe bashkëshortin e keni në radhët e policisë dhe keni edhe 3 fëmijë dhe një familje të shëndetshme. A ka ndikuar uniforma juaj e juve të dyve tek fëmijët? A keni patur një qasje për t'i shtyr ose për mos t'i orientuar drejt uniformës? Si keni menaxhuar këtë situatë? Nëse pyet vajzën time sot, e kanë pyetur që nëse a do që të ndjekësh profesionin e prindërve, ajo thotë jo. Për faktin sepse duke qenë të dy në një profesion është shumë e vështirë. Për më tepër që bashkëshorti im ka punuar edhe jashtë Tiranës, vazhdon edhe sot është jashtë Tiranës. Dhe nuk ka qenë shumë prezent në shumë episode të jetës së fëmijëve. Është përpjekur shumë, edhe ne të dy jemi përpjekur që të mos ju mungoj, por gjithsesi është e pamundur nëse do duhet të investohesh në karrierë. Dhe kjo është një sakrificë që ne e vuajmë. Edhe në vitet e para të karrierës time, unë kam punuar në komisariat për turnin në komisariatin e policisë në Rinas dhe ishte një punë me turne dhe nuk i kam shijuar dy fëmijët e mi të parë sepse janë rritur fatmirësisht me gjyshrit, por që krahasoj me fëmijën e tretë tani, me të cilën jam shumë e lidhur, edhe bëj krahasimin e asaj periudhe që ka qenë do të thoja periudhë mbijetesë dhe vrap të gjitha ato vitet e para, sepse jeta ose vështirësitë për një familje të re, edhe në polici, edhe me prindër që mund të punojnë jashtë vendit të banimit, është shumë e vështirë. Ma mirëmendja që keni patur momente ndjesifaj për rolin e nënës, apo ndoshta ju është dashur të jeni dhe motër dhe vajzë, të keni dhe kohë për veten, si e keni arritur ta balanconi këtë ndjesitë që mund t'ju kenë ardhur, ndoshta mund të keni patur edhe momente dobësie, si e keni përballuar pjesën emocionale? Kam dëgjuar shumë edhe në podcaste të tjera për balancat, edhe ajo që mendoj se më përputhet mua më shumë është që nuk mund të mbash balanca.
të jesh nën, të jesh bashkëshorte, të jesh vajzë, siç e thatë juve, edhe të bësh punën, është dhe të gjeni kohë për vete? Po. Është një 100% që nuk arrihet çdo ditë. Nuk mundet të jesh 100% nën, 100% bashkëshorte, 100% të bësh punën. Po të ky 100%-i, çdo ditë përpiqem të jem maksimumi asaj që mund të arrij. Për shembull, nëse jam 20% bashkëshorte sot, bashkëshorti im të përpiqet të arrijë atë 80%-in tim dhe njëjta gjë edhe me fëmijët. Por mendoj që është e pamundur që të arrihet çdo ditë maksimumi i asaj që duam të arrijmë. Por përpiqemi për më të mirën. Ju jeni njëkohësisht edhe kryetarja e shoqatës së grave në polici dhe është një nga është uniforma e vetme në Shqipëri që ka një shoqatë gruaje apo jo? Shoqata nuk di të them për institucionet e tjera nëse kanë, por di në botë ne jemi shumë vonë për një shoqatë të grave në policinë shqiptare. Jam shumë e lumtur që e kemi arritur këtë dhe flas e kemi arritur sepse është një grup jashtëzakonshëm vajzash që kanë punuar që nga viti 2023 për të rimëkëmbur një shoqatë që ishte regjistruar në vitin 2004, por që nuk funksiononte. Prandaj do doja ju falenderoj juve për podcastin, që ti falenderoj nga zemra për të gjitha përpjekjet që kam bërë dhe uroj me gjithë shpirt që me mua ose pa mua shoqata të vazhdoj dhe të ecë për të forcuar rolin dhe pozitën e grave në policinë shqiptare. Të themi të drejtën, ndonjëherë për shkak të xhelozisë apo dhe presionit apo mungesës së hapësirave të mëdha, ndonjëherë ndodh në profesione të ndryshme që janë gratë ato që vetë mund të shërbejnë si jo mbështetëse për vajzat e reja. Si ka qenë eksperjenca juaj kur sapo jeni hyrë në polici në raport me brezat e vjetër, qoftë gra apo burra kolegë të vjetër për pjesën e mbështetjes? Ka gjithmonë njerëz, mendoj që është më shumë elementi njerëzor në këtë pikë, sepse ka gjithmonë profesione dhe do ndeshësh njerëz në institucione ku punon që kanë dashëmirësinë të ndihmojnë edhe ka nga ata njerëz që janë më të stepur, nuk do thosha se nuk duan të ndihmojnë, por ekzistojnë edhe ato faktorët e xhelozisë në momentin që unë kam filluar në komisariatin numër 1, siç u thash edhe më parë, ka qenë vetëm një vajzë dhe ajo ishte e re në profesion për vete, sepse kishte vetëm një vit që ishte emëruar. Përsa ju përket djemve, ata më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe ju ndihem shumë mirënjohëse. Kam mësuar nga kolegu që ndaja tavolinën, se në atë kohë zyrat ishin, edhe sot mendoj ka ambiente që janë shumë të ngushta. Ndaja tavolinën me kolegun e zyrës, edhe mënyra se si ai punonte, se si më shpjegonte, mënyra se si ai sistemonte punën e tij, më ka ndihmuar edhe mua që ose dëshira e tij dhe e të gjithë djemve që punonin në komisariat, duke përfshirë dhe tim shoq, sepse atje jemi njohur, më ka bërë që të vendos ca gur në themelet e karrierës time për mënyrën se si punoj edhe trajtoj çështjet edhe sot. Si një vajzë dhe grua në këtë profesion, ma merr mendja jeni ndeshur dhe me ndonjë paragjykim, qoftë në formë shakaje apo barcalete apo paragjykime të përgjithshme që ekzistojnë rëndom në shoqërinë tonë. Si e keni kaluar? Çfarë përgjigje keni dhënë? Një stili juaj personal, si jeni përballur me këto situata? Në përgjithësi përpiqem të jem diplomatike
në këtë çështje, duke thënë që të qenit policë dhe të ketë barsaleta për policët është ndërkombëtare. Në fakt, sigurisht që nuk më vjen mirë, sepse pavarësisht këtyre barsaletave, profesioni punojësit policisë mendoj që është një profesion sakrifice të jashtëzakonshme, që nuk vlerësohet shumë në fakt, dhe u preka tani. Që nuk vlerësohet shumë në fakt edhe për nga ana financiare, edhe për nga vështirësitë që ka, edhe për sfidat që ka, dhe jam shumë krenare që jam pjesë e policisë. Dhe ne jemi shumë krenar për forcat që kemi. U emocionova dhe unë kur ju kam parë gjithë këto kohë me uniforma. Vendosemi në një pozitë krenarie edhe përgjegjësie, sepse mendoj që puna që të gjithë ju keni bërë dhe kolegët kanë ngritur vërtet respektin që duhet kemi ne si qytetar për uniformën. Unë kam vetëm një pyetje të fundit për vajzat e reja që po na dëgjojnë ndoshta, nëse keni ndonjë këshill pavarësisht vështirësive që ka profesioni, pse nëse e kanë këtë thirrje të brendshme, pse duhet ta ndjekin përkundrejt gjithë vështirësive dhe paragjykimeve që mund të ketë uniforma? Unë vajzave të reja që aspirojnë të futen në forcat e policisë, do t'i inkurajoja që të besonin në forcën edhe aftësitë e tyre, të ndjekin dhe të arrijnë të realizojnë dëshirat e tyre, pavarësisht nëse mund të dali mirë, mund të mos dali mirë. Në rastin tim, edhe pse nuk e kam pas dëshirë, mendoj që ka qenë e thënë të ishte për mua, kështu që jam shumë e lumtur edhe jam shumë mirënjohëse për të gjitha vitet që kam kaluar edhe për të gjithë njerëzit që kam njohur gjatë karrierës time. Do t'ju uroja që të vazhdonin edhe të luftonin për dëshirat e tyre. Nëse do të kthehemi pas në kohë, do ta bënit sërish të njëjtin rrugtim, po ta kishit këtë mundësi? Kjo është shumë e vështirë. Kjo është shumë e vështirë sepse sot përsëri mendoj që ka gjithmonë diçka më mirë. Megjithatë, rastësia thash më vendosi në këtë rrugë, edhe mendoj se do t'i qëndroja prapë po kësaj rruge. Hadisa, faleminderit që ishe sot me ne dhe që ndave historinë në mënyrë kaq të sinqertë. Ju falenderoj unë juve. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, si edhe projektit Women in Uniform Association të mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë, dhe do të jemi së bashku sërish në episodet e radhës për të ndarë histori të tjera të grave në uniforma të ndryshme dhe histori dhe rrugëtime frymëzuese.